Trupa nga vendet europiane kanë mbërritur në Groenland, nga Gjermania gjithashtu, çfarë po ndodh? Për këtë do të bashkëbisedoj me zonjën Eugjinia Sotiri. Zonja Sotiri, përshëndes. Përshëndetje, mirëmbrëma, kënaqësi të jemi bashkë. Gjithashtu, si e shikon këtë zhvillim të fundit? Është pak qesharake dhe është pak paradoksale, do ta filloja unë. Ky dërgimi i trupave europian, mendoj që nuk ka vend tashmë të themi që është një paradoks i madh ku Europa është prap e zënë mes një pamundësie për të vepruar dhe një paaftësie për të kundërpërgjigjur ushtarakisht. Nga një anë e pam dështimin e madh me Rusinë dhe nga ana tjetër shohim që Europa përpiqet tashmë të bëjë një kundërpërgjigje ndaj të gjitha kërkesave të Trumpit për aneksimin le të themi të Groenlandës. Edhe pse vetë është pak mund të themi simbolike ky dërgim i ushtarëve, ndoshta diku te 13 ushtarë janë dërguar nga Gjermania, nga Gjermania dhe e gjitha kjo tregon në fakt, ashtu sikurse dhe ju e thatë në insertin tuaj, që ai kontrolli ushtarak i të gjithë aleancës transatlantike është në Washington, pra është në SBA, dhe në këtë kuptim mendoj që Europa prapë është në këtë përpëlitjen e vet për të pozicionuar dhe Kemi shkëputje me zonjën Sotiri, do të presim vetëm disa sekonda për të rilidhur dhe për të kuptuar diçka më shumë për sa i përket prezencës së këtyre ushtarëve cilët kanë mbritur tashmë në Groenland, jo vetëm nga vendet europiane, por gjithashtu edhe nga Gjermania. Bëhet fjalë për një stërvitje ushtarake, po se cili është qëllimi i vërtet në fakt mbetet për tu parë. Rikthehemi me zonjën Sotiri. Po, zonjën Sotiri, mund të vjosh. Padëm një shkëputje të vogël. Ajo që unë shikoj në këto momente është një kërkesë në rritje e Trumpit për ta marrë një herë Groenlandën dhe e dim që nuk është vetëm aspirata e tij, por e disa presidentëve gjatë historisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe mendoj që në këto momente kur Europa apo vendet e NATO-s në vetvete kanë treguar që nuk kanë patur një vëmendje të shtuar ndaj Arktikut, për Amerikën dhe për Trumpin për më tepër janë pjekur kushtet dhe janë më të volitshme për të arritur dhe intensifikuar këtë kërkesë. Nga ana tjetër, të gjitha këto justifikimet apo legjitimimet që Trumpi përpiqet i bëjë marrjes së Groenlandës, unë deri diku i shoh pak të pavënda. Duhet thënë që Trumpi ka interes vital jo vetëm për Groenlandën, apo Amerika ka interes vital edhe për territoret të tjera, të cilat jo domosdoshmërisht kërkon apo duhet i marrë. Megjithatë, Groenlanda përbën një pikë të rëndësishme dhe në rritjen apo në shtimin dhe intensifikimin e të gjithë kësaj konkurrencës së fuqive të mëdha tashmë, ku kemi një Rusi më të fuqishme në arenën ndërkombëtare, dhe nga ana tjetër kemi dhe një kërkesë apo pretendim në rritje të Kinës, e cila dhe ajo pretendon që mund të quhet një vend apo një shtet afër Arktikut, bëhet më e nevojshme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për ta patur në zotërim dhe për ta kontrolluar apo për të garantuar sigurinë. Që Trump ka ambicie për Groenlandën, kjo është e qartë. Pikpyetje ka performance se si do ta arrijë këtë. Unë doja që të ndaleshim pak tek qëndrimi i Gjermanisë edhe këtyre vendeve europiane cilat kanë çuar trupa atje. Është kjo një formë presioni për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a çfarë? Si duhet ta kuptojmë këtë prezencë? Se duket pak sa e kamufluar. Vende europiane, disa pjesë e NATO-s, një prezencë për të kryer një stërvitje jo tamam për ta mbrojtur atë, si duhet ta kuptojmë? Unë e shikoj si një mënyrë që Bashkimi Evropian dhe vendet më të rëndësishme le të themi të BE-s dhe të NATO-s së bashku po përpiqen pikërisht të kamuflojnë të gjithë këtë situatë e cila është në vetvete absurde. Po flasim për një aneksim territori nga një vend demokratik kundrejt një aleati të tij siç është Danimarka. Dhe mendoj që gjendur në këtë situatë, këto vendet e Bashkimit Evropian po përpiqen që të shpëtojnë, mund të themi, edhe imazhin
imazhin e tyre politik në arenën ndërkombëtare, ku e drejta ndërkombëtare është dënuar shumë shpesh. Duhet thënë që pra në vetvete nuk është se kanë qëllim që të ndalojnë Trumpin, po në një farë mënyrë duan të ruajnë fytyrën e tyre. Kështu mund ta përkthejmë paksa më thjesht. Unë e shoh kështu për ta thënë më thjesht, pasi edhe në deklaratat e tyre politike duket që në rreshta apo në fund të gjitha deklaratave gjithmonë i kërkohet apo i vihet edhe një herë në kujtesë Amerikës që shiko se ne nuk jemi për dhunimin e drejtës ndërkombëtare, por ne duam dhe të kërkojmë ty që të jesh ende aleati ynë dhe partneri ynë strategjik. Pra ka dhe një nevojë e cila i shprehet Amerikës që ne nuk jemi për një konfrontim apo për një po ne duam akoma të kemi ty aleat. Qartë. Doja edhe një pyetje, Zoja Sotiri, doja një përgjigje në fakt për sa i përket Iranit. Thuhet se ndihma është drejt popullit iranian nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ende nuk e dim formën. Nëse do të ketë një ndërhyrje ushtarake, ku do të godas ajo dhe çfarë do të prodhojë në gjykimin tënd? Në gjykimin tim unë mendoj që Irani po intensifikon le të themi të gjitha këto protesta dhe represionin dhe nga ana tjetër përbën një legjitimim dhe një kaos shumë të mirë për SBA dhe për Trumpin për të goditur edhe për të ndërmarrë sulme. Mendoj që sulmet do të jenë në targetim të objekteve ushtarake, të infrastrukturës ushtarake, por nga ana tjetër shikoj edhe goditje të stilit atij që u kryen në Venezuelë, ku ndoshta do të goditen edhe liderët ushtarak, por edhe kleri, i cili është një pretendent, një target nga Trumpi vet. Mendoj që e gjithë garda revolucionare e cila në vetvete ka pikërisht për qëllim ruajtjen dhe mbrojtjen e regjimit, mund të jetë targeti i radhës nga ana e SBA-s. E shikoj këtë po aq jo një nevojë e Trumpit për të ruajtur dhe mbrojtur të drejtat dhe liritë e iranianëve, po më tepër si një pjekje e kushteve ku kemi një Iran me një efekt domino dështimesh. Pra kemi limitim të forcës së tij ushtarake, kemi një rrëzim të gjithë strukturës së proksive të tyre, Hamasi, Hezbollahu. Nga ana tjetër, goditja që u bë në Venezuelë solli një goditje të gjithë sistemit të BRICS-it dhe të këtyre shkëmbimeve me monedhën vendase, çka reflektohet dhe në rënien e monedhës iraniane, dhe në këtë kuptim mendoj që sulmi apo targeti i radhës në këtë momente do të jetë garda revolucionare e cila mbron drejt për drejt edhe klerikun Khamenein. Me shkatërimin e gardës bie pushteti, po thoni? Është e sigurt? Unë mendoj që rënja e pushtetit lidhet ngushtësisht edhe me shkatërimin e gardës revolucionare dhe mendoj që përgatitjet apo marrëveshjet e këtyre operacioneve të fshehta, covert operation që ne kemi parë gjithmonë nga SBA-ja janë shumë afër edhe në Iran, ku mund të themi që i gjithë ky zinxhir dështimesh për vendin bën të mundur që protestat të mos pushojnë, por gjithmonë të intensifikohen. Dhe ndihma që Irani po merr tashmë nga jashtë apo një shtyrje drejt këtij intensifikimi, mendoj që është tepër i madh. Dhe këtu kam parasysh edhe rolin që ka Starlink për shembull, apo edhe vet Elon Musk nga jashtë, ku nga një anë kemi një blackout total në Iran, por nga ana tjetër shikojmë në social media dhe në këto rrjetet sociale gjithmonë protestat apo imazhe të ndryshme, çka do të thotë që kemi një mbështetje nga jashtë për vazhdimin dhe mosndalimin e këtyre protestave. Qartë. Të përshëndes, falenderoj. Faleminderit, kënaqësi, ditë mbar. Gjithashtu. Shkëputemi për fare pak. Rikthehemi.